Kohë të fundit, në nder të ditës ndërkombëtare të artit, Gjimnazi Publik Vëllazër Bashkim realizoi një shfaqje dramatike kushtuar vetë artit, si një mjet i fuqishëm që pasuron shpirtin dhe formon personalitetin e individit. Drama me titullin simbolik, Përtej kohës në emër të artit, ishte një reflektim i thellë mbi fuqinë krijuese dhe ndikimin e artit në jetën e njeriut. Kjo shfaqje, si dhe shumë të tjera të realizuara kohë të fundit nga nxënësit e këtij institucioni arsimor, po tërheqi gjithnjë me shumë vëmendje në artdashësve, publikut të gjerë dhe mbështetësve të kulturës. Shfaqjet e organizuara nga Gjimnazi po bën një ure fuqishme mes brezave dhe vlerave të mirëfillta artistike. Në kuadër të 60 vjetorit të themelimit Gjimnazit Vëllazër Bashkim, u vu në skenë edhe drama sikur të isha djalë, ndërsa në ditën ndërkombëtare të librit u realizua një tjetër shfaqje dedikuar dashurisë për leximin dhe dijen. Drama fundit Përtej kohës në emër të artit u konceptua dhe u realizua plotësisht nga profesoresh Gjovana Maković, e cila u kujdes për idenë, tekstin, kostumografin dhe skenografinë e saj. Në këtë produksion veçantë morën pjesë 56 nxënës nga paralele, vite dhe drejtime të ndryshme, duke kthyer skenën në një vend bashkim të talentit, pasionit dhe punës së përkushtuar. Ku jeni mjeshtrat? Ju jeni atë të keni krijuar njerëz të gori. Afrodita, Zeusi, Poseidoni dhe Athena. Ju jeni të mrekullueshëm. Po, tu në Greqi, ne personat të tjerë tona, kanë vetë data. Ne kemi në favori, të hapur më të shtirë tyre. Ky njeri veta vendon, po fallosh një perëndit, me vendi i lartë. Si jam perëndi, jam një kultore, vin nga Jultar nga armja tuat, shëdishme. Pa më tuaj e huaj me që vjen nga armja, si mund t'jeshtë sigur se skulpturat tona janë përsosura. A është jo përsosëmëria, t'jeshtë e fizikë për të timin tonë. Do shta kete drejtë. Skulpturat tuaja japin një ditë përsosmërisë, por a është shohme të vërtet e tillë? Do shta përsosmëria se diçka që mund të marrë, apo ka të plotësisht. Por diçka që gjithnjë e përkuan ka të plotësisht. Shoh se kuptoj. A jemi gjithë ne filozof realist të kërkojmë diçka e të madhe se vetë ajo. Do shta përsosmëria të përshëllimi, do shta arti më i bukur është ai që përbahet pa përsosmëri. Do shta më të drejtë, do shta përsosmëria që kërënë të në borë, por në vetë procesin e krimit. Ja, pra kjo është ashtë një që në pas. Nga kjo vepër, dhe të armët e gjithë të jënjohen për punimet tuaja. Interesante. Do të në atë armë në kohën tënde, arti du të tjetë vetëm për ata që e krijojnë, por për të gëllopë që dëshiron të kuptojnë. Kjo seksuologi po na çon drejt një forme të re arti, drejt një forme e cila ndodhet vetëm të burë, por ndodhet me ide që u këtojnë për të kohën dhe vetë. Jo, mos më thuaj, katakombe, periudha më e rëtarë, në sjetën. Kush është kjo huaj? Kemi ka sira? Ajo nuk gjanë asë njeri që u soj. Do është një demon. Shpirt, qëpër. Nuk jam demon, jam pjesë utare, kjo nga armja. Armja? Është armja jo t'i sprovë për ne?
dërguar si një shenjë nga Zoti. Këta katakombe, njerëzit nuk shohin tekën si një punë, po si një rrugë tek diçka e re. Ajo di më shumë se ne. Ndoshta kjo është një sprovë. Shpjetet e qishin e tonë në fundin besimin tonë. Ja, ja u fare në kanal. Ka kohë që e në shkallë. Ndoshta ka sjellë një mesazh. Tuaj e vuaj. Çfarë na ke sjellë? Shikoni, kjo është mënyra se si të arme njerëzit do të dokumentojnë artin. Do të njohin gjithçka për artin tuaj, për pikturat tuaja, për modët tuaja. Kjo do të thotë se arti juaj nuk do vetë për katakombe, por do të udhtojnë për kohë. Bota në duhet të diku sekretet tona. Arti i është shpirtin që kërkojnë për te, dhe ja për të paciente. Ako e ka shumë të vara dhe kisha, nëse ta me minjoh, ako me na marë Zotin këtë unë, Do është ta kjo nuk është vullneti i Zotit. Do është ta këtë kësi janë të shkemë. Me këta katakombe, njerëzit përqendrohen të besimi. Arti juaj nuk do kombasti vërtetësia. arti është të përmendëshme. Është piktura tona, simbolet tona të shenjta, përmendur për gjatë shekëve. Është shpirtra tonë nuk të mbashin. Është besimi të ndërruar. Pra tek Kjo iniciativë artistike është një dëshmi e gjallë se shkolla është më shumë se sa një vend mësimi, është një hapësirë ku lindin ëndrat, formohen personalitete dhe frymëzohen breza.